Shumë rrezik, se prek shumë gjana. E para delegjitimon në luftën për liri, konkretisht Kosovës, po jo vetëm. Që ja jep një fitore, nëse ju kujtohet drejtësuni e thejke, një mujnë e t'i dënojnë. Neve veç po na duhet certifikata që guerilla u dënu. U dënu. Po, drejtësia fjallën e fundit. Deri sa ka zona dhe ka të qartë, që është ka politike. Jo, është problem mas pari për ide. Pse geopolitikës për ju dash kanë disa kurban Kosovë, për shembull, një pyetje. Pse për ju? Pse veç jem matlish ma do, po e nëzom, në këtë rast veç po e shtroj kështu. Po, a di çfarë problemi ka në mrena historisë? Sepse ta tollovit komplet perspektiven edhe tarmën, kuptimin që fëmijët në përshkolla me një kapitull e mësojnë lirin, guerilën, UÇK-n, qëllimin për liri, krejt ato, dhe në kapitullin tjetër e mësojnë që këta janë kriminal të certifikuar në kontekstin e verdiktit negativ politik. Do thot, apshe që keme pas probleme dhe fëmijëve me ju mësu se çka ka ndodhur tu. Tu pas parasysh që aty e ka cilësimin ndërmarrja përbashkë kriminale, mos harrojmë se këta e kanë injoru komplet drejtën penale moderne, ku përgjegjësia është individuale, nuk jena më mesjet, ku ti kolektivizon fajin, si çdo individ ka faje caktuar nëse ka, edhe sot drejtësia penale ndërkombëtare moderne e ka reduktuar në përgjegjësi personale. Tash, nëse ti thritesh në ato premisa edhe e kini cilësim ndërmarrje përbashkë të kriminale, kjo është oksimoron quhet, kjo është e përjashtoj njëna tjetrën, nuk rrinë të dyjat me një vend, është gabim logjik. E aty ku ka gabim logjik, gjithmonë ka gabim të secilës disiplinë, qoftë ai juridik, matematik, sepse logjika është ajo që ju paraprind gjithave në kuptimin e qëndrimit strukturës tek e fundit edhe linguale të asaj se çka pe thu ti. Cili është rreziku pikërisht kjo i harrimit historisë? Apo flasim për gjenerata të reja, murëm shallë mirë derisa një fëmijë sot e mëson pikërisht ka sinë Italisë, Besiana Mustafa, nën kryetare e Komunizmit Prishtinës ka marrë një zëratë sot pikërisht për UÇK-n. Ti mëson një kapitull, 2 kapitull për legalin, për fillimin e luftës, tranzicionin UÇK-n, edhe në fund atje ndërmarrje përbashkët kriminali. Sa është rreziku, Ismail, se këtu po hesh, se cilë do me thonë, në shoqërisë fatkeqësisht jemi tu hesh në këtë farë aspekti, shuj sa ashtu, jo më sfal se pi bëjmë dëm, ja ashtu jo shuj, nuk është puna te 3 individ, është puna te kujtesa kolektive historisë. Sa është rrezik, pikërisht nëse shkojmë si trend harresa historisë. Shumë rrezik, se prek shumë gjana. E para delegjitimon në luftën për liri, konkretisht Kosovës, po jo vetëm, nëse kthehemi te precedani, sepse mrena juridikës krijon precedane universale. Po du më në albis të Kosova, Ismail. Do thot, e para delegjitimon luftën tonë për liri. Çka jetë masani? Ja jep një fitore, nëse ju kujtohet drejtësuni e thejke, një mujnë e t'i dënojnë. Neve veç po na duhet certifikatat që guerilla u dënu. U dënu. E thejke në emision, s'dija e ke pa, para 2 mujve, e thejke drejtësuni, s'është e rëndësishëm sa, veç një muj po më vynë mi dënu ata, që na me pas një letër që lufta e tyne ka qenë kriminale që ashtu që shkem thonë me Miloševićin prej fillimi. Do thot, ata tundimi i tyne, dëshira e tyne është që të delegjitimohet lufta jonë me një certifikat. Këtë rast po e thëmë kështu mënyrë metafore, me një letër, dokument, me një vull, me marë vullën e delegjitimimit të luftës së UÇK-s edhe me fut mrena cilësimit si ndërmarrja përbashkë kriminale. Saktësisht që e thejke Miloševići, saktësisht që ata po e dojnë. Edhe nëse ndodh, bashkë që ashtë del që thejke Miloševići. Është pak rënë me na dal fjalët e Miloševićit e jot natës edhe civilizimit perëndimor, sepse ma ne shpërftyrohet këtë rrugtimi, delegjitimohet edhe intervenimi